Çdo sipërmarrës i vogël dhe i mesëm që ka gjithçka përveç financimit, do ketë financimin. Do ketë financimin me mbështetjen e qeverisë shqiptare, fal linjës së kredisë së Bankës së Shqipërisë dhe marrëveshjes që ne kemi bërë me bankat e nivelit 2 për interesa të ulta dhe financim domethënës. Dhe ne nuk do të ndalemi tek një kuotë financimi si ajo që kemi parashikuar. Nëse do të ketë nevojë për më shumë, ne do bëjmë më shumë. Ne do vëmë në dispozicion më shumë. Nuk do ndalem. Nuk do ketë asnjë sipërmarrje të vogël dhe të mesme që do të paraqes një ide bindse dhe një plan të besueshëm që nuk do të mbështetet financiarisht. Por pikërisht për të lehtësuar këtë proces, midis idesë dhe financimit, do të shërbej edhe asistenca për përgatitjen e planeve të biznesit, për përgatitjen e aplikimeve. Një tjetër aspekt në këtë rrugtim është aspekti i rritjes dhe fuqizimit të sistemit të startupeve në Shqipëri. Kemi dyfishuar para pak ditësh financimin për të reja dhe të rinj që kanë aplikuar në programin Startup Albania. Aplikimet kanë nisur përpara disa vitesh me më pak se 100 dhe këtë vit kaluan mbi 1200. Dhe ne dyfishuam financimin dhe ju kemi thënë atyre të rinjve dhe gjithë të rinjve dhe të rejave që janë në atë botë që ne do të rritsim financimin në mënyrë proporcionale me rritjen e aplikimeve. E tha Ministrja, hartimi i strategjisë industriale të Republikës së Shqipërisë, që do të orientojë zhvillimin në prioritete me potencial të lartë, konkurrueshmërie dhe për produktivitet më të lartë, si dhe hartimi i strategjisë kombëtare të eksporteve, për të mbështetur pikërisht në ndërkombëtarizimin e sipërmarrjeve tona, janë dy qasje ndaj dy komponentëve shumë të rëndësishëm të këtij momenti. Në ndërkohë, çfarë synojmë ne me këtë program që po paraqisim në aspektin e masës që programi do të prek? Duam të informojmë 48.000 ndërmarrje në të gjithë vendin. Një për një. Duam të ngrem bashkarisht një platformë kombëtare të mbështetjes biznesit dhe të krijojmë rrjetin kombëtar të ekspertëve dhe të konsulencës, dhe për këtë përsëri do të na ndihmojë mbështetja me ekspertizë e UNDP-s. Duam të organizojmë një cikël prej qindra trajnimesh sektoriale, duam që të rrisim standardizimin dhe certifikimin sipas standardeve BE-s dhe natyrisht në fund konkurrueshmërinë. Patjetër që ka një komponent të domosdoshëm që do të përfshihet në këtë proces, janë universitetet. Kemi nevojë për dije. Sipërmarrja ka nevojë për dije. Ky proces ka nevojë për dije dhe mbi të gjitha, të gjithë së bashku kemi nevojë për informim, për të kuptuar eksaktësisht çfarë vjen me përfshirjen në tregun e madh të përbashkët evropian. Antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian me fjalë shumë të thjeshta është Shqipëria bëhet sa BE-ja dhe BE-ja bëhet sa Shqipëria, në sensin që nuk je më një sipërmarrës brenda kufive të Republikës së Shqipërisë, por je një sipërmarrës brenda kufive të Bashkimit Evropian.